Kam një pyetje shumë të rëndësishme. Ndihmon aktiviteti fizik në nivel më të lartë performancë seksuale? Po, Pse? të meshkujt për shembull, i rrit testosteronin. Sa më tepër ti, sidomos kur kalojnë vitet, sa më tepër sidomos kur stërvisin këmbët, se ne i neglizhojmë meshkujt, na ndihmon shumë. Okej, domethënë interesante kjo, se këtë rritjen e testosteronit e dia, por veçanërisht aty nëse punojmë edhe me këmbët, ndikon më shumë në rritjen e testosteronit. Është muskull më i madh. Do më tepër mundim. Ne themi në Itali për shembull ne kemi kështu një thënë si gallat, po themi kur mashkulli stërvit pjesën e sipërme, të trut bë palestër. Kur bë këmbët, stërvitet. Stërvitet tamam. Po. Aty është 100% bukur. Sepse edhe me menje shkojmë gjithmonë, kush i bë këmbët sot, edhe do trupi. Po pse ju urren kaq shumë këmbë? Për shkak më pëlqejnë stërvitja e këmbëve dhe është një lloj djegje muskuj e lezetshme. Lodhja. Ëh? Lodhja. Mos ne meshkujt jemi çik për tac si njerëz. Po se di mua më shumë pëlqen të bëj këmbët, fjalë bie se sa gjoksin. Je i special. Realisht jam special. Ti mendo tani dikush sepse ne kemi edhe atë prezencë. Po vetëm rritja e testosteronit ndikon në performancë më të lartë seksuale? Te meshkull, nuk jam doktor, po te mashkulli di që testosteroni të ndihmon. Po patjetër, se në të rrit performancën ashtu. Por te femrat nuk e di si është te ky pjesë, se janë. Por tani ti kur je, e mendojmë kështu. Kur ti stërvitesh për një kohë gjatë, mund të performosh për një kohë gjatë pa tu marr fryma, pa të zëndimet e mesit. Kështu që është ajo që jem praktik. Ose s'kap në ngërsh në moment gabuar, kur ti të ndalo. Interesante, shumë, kështu që e di pse ta bëra këtë